Nga incidenti që ndodhi mbrëm ku Jozi ka goditur rëngjesin, ka reaguar më në fund dhe familja e këngëtarit. Ata u shprehën se ky incident nuk i ka lënduar vetëm atë, por edhe familjarët dhe miqtë e tij. Ende jemi të tronditur dhe me një dhimbje shumë të madhe në zemër nga ajo që ndodhi mbrëm në shtëpinë e famshme. Pamjet e dhunës fizike ndaj Gjesit ishin të vështira për të parë dhe akoma më të vështira për të përjetuar si njerëz që e njohim, e duam dhe që e dim sa zemër mirë dhe i pastër është. Askush nuk meriton të dhunohet, as brenda një loje as jashtë saj. Gjesi hyri në atë shtëpi me respekt, me edukat dhe me zemër plot mirësi, nuk e meritoi kurrë një përballje të tillë të dhunshme. Dhimbja që ndjejmë është e madhe, por jemi krenar për të. Krenar që edhe në ato moment zgjodhi të mos reagojë me dhunë. Krenar që qëndroi fort dhe i qetë dhe kur u sulmua padrejtësisht. Ky pusim nuk është vetëm një reagim, është një thirrje për drejtësi, për reflektim, për njerëzillëk, sepse dhuna nuk mund dhe nuk duhet të jetë kurrë pjesë e një formati, asnjë loje, asnjë shoqërie që pretendon të jetë e shëndetshme. Faleminderit nga zemra të gjithëve që jeni në krah të Gjestit, dashuria juaj i jep forcë. Ishte reagimi i plot i familjes së Gjestit. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.